تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Gjithë lavdia e takon vetëm Allahut, ata e lavdërojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes son dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet. Ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je gjithdituri i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi. Na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vëllezër të dashur, vazhdojmë me leximin e librit Usulul Iman, bazat e imanit, të autorit Sheikhul Islam Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi, i cili ka lindur në vitin 1115 dhe ka vdekur vitin 1206 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe falt atë, na falt ne, prindrit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Në vazhdim të temave që i ka përmendur autori rahimehullahu se hadithet, jemi te hadithi 114 që ka të bëjë me tahrim tafsiri al-Qur'ani bir-ra'i, do të thonë ndalimi i komentimit të Kuranit sipas mendimit ose hamendjes. Ka thënë këtu, e ka sjell këtë hadith ku thot wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. Thot autori rawahu at-Tirmidhi. Do thot pra transmetohet nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma se ka thonë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, kush thot në Kur'an prej mendimit të tij diçka, do të thonë kush flet për Kur'anin nga mendja e tij, let përgatitet për ulësen në zjarr. Do të thonë autori thotë që transmeton Tirmidhiu. Pastaj në vazhdim hadithin numër 115 ka thënë wa fi riwaya, kurse në transmetim tjetër i njëjti hadith thotë men qala fil Qur'ani bighayri ilmin falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Do të thonë kush flet për Kur'anin pa pas dituri, let përgatitet për ulësen në zjarr. Edhe këtë hadith e transmeton Tirmidhiu gjithashtu. Pra në këta dy hadithe ka kërcënim të ashpër, që të flitet për librin e Allahut pa pasur dituri për të. Të flitet, do të thënë lidhje me shpjegimin, komentimin e librit të Allahut pa pasur dituri për të. Kjo gjithashtu e përfshin edhe thënien e ajeteve pa i ditur përmendsh. Do të thënë nëse dikush e sjell thot ka thënë Allahu, edhe thot fjalën pa qenë i sigurt në vërtetësinë e saj, pa e memorizuar në mënyrë të saktë, atëherë hyn në këtë kërcënim. Do të thënë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Do të thënë let bëhet gati sepse e ka të caktuar ulsen në zjarrin e xhehenemit. Edhe do të hyjë aty. Ose kur flet për shpjegimin e ajeteve, ose për shpjegimin do të thënë lidhje me tefsirin e Kuranit, nëse flet pa dituri, do të thënë atëherë hyn në këtë kërcënim. Pra këtu në këtë hadith thot let përgatitet për ulsen në zjarr. Kurse ka gjithashtu në transmetim tjetër që ka transmetuar Abu Davudi dhe pashtu Tirmidhiu nga Xundub
radhiyallahu anhu, ka thënë men qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Do të thënë kush flet në lidhje me Kur'anin nga mendja e tij dhe e qëllon, ai ka gabuar. Do të thënë nëse e ka qëlluar të vërtetën, llogaritet gabimtar. Edhe është i kërcënuar me dënimin në zjarrin e xhehenemit. Shikoni si është, do të thënë kur njeriu flet pa dituri për fenë e Allahut, edhe nëse e qëllon, ka mëkat. Dhe edhe nëse e qëllon, llogaritet se është gabimtar. Kurse e kundërta, ai njeri që ka dituri, edhe i ka plotësuar kushtet për të shpjeguar ose për të bërë ijtihad, është prej dietarëve, do të thonë, edhe mundohet me atë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, mundohet ta sjellë gjykimin e saktë. Atëherë, nëse gabon, përsëri është, do të thonë, ka një shpërblim. Do të thonë, shikoni dallimin mes diturisë dhe ignorancës. Nëse flet me ignorancë dhe e qëllon, ka një dënim. Nëse flet me dituri, e qëllon, ka dy shpërblime. Nëse gabon, ka përsëri një shpërblim. Do të thonë, dhe gabimi është i falur. Dhe prandaj, pra në fenë e Allahut nuk lejohet të flitet asgjë përveç se me dituri të saktë. Do të thënë, dituria që është argumenti nga libri i Allahut dhe nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur bëhet fjalë për tefsirin e Kuranit, për shpjegimin e Kuranit, do të thënë për ta qartësu kuptimin e një ajeti, ky dituria për këtë ose argumenti për këtë çka është? Është ose e para, do të thënë që të komentohet Kurani me Kuran. Do të thënë komentohet një ajet në bazë të kuptimit që e japin ajetet e tjera. E dyta, do të thënë që komentohet Kurani në bazë të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si ka thënë Allahu, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Do të thënë ta kemi zbritur Kuranin për kujtuesin që ti t'u sqarosh njerëzve se çka u shpallët atyre, çfarë do të thënë diturie dhe cilat norma u zbresin atyre. Pra detyra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë ta shpjegoj Kuranin. Prandaj Kurani shpjegohet me ajete dhe shpjegohet me hadithe, me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E treta është shpjegimi i sahabëve. Nëse nuk gjejmë ajet që jep kuptimin e një ajeti, gjithashtu nuk gjejmë hadith, po gjejmë fjalë të sahabëve. Duhet ta kuptojmë se sahabët e kanë marrë këtë kuptim ose domethënie nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse sahabët kanë jetuar kur ka zbritur Kurani, e kanë kuptuar për çfarë kuptimi ka zbritur. Nëse kanë pas paqartësi, e kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, edhe nëse nuk e kanë transmetuar si hadith, komentimet e tyre janë të bazuara në dituri të sigurt. Dhe e katërta, këto i ka përmendur Sheikhul Islam Ibn Taymije, këto katër, domethënë, argumente ose faza për shpjegimin dhe komentimin e Kuranit. E katërta është tefsiri i tabiinëve. Gjithashtu, siç dihet, disa prej dietarëve të mëdhenj të tabiinëve në tefsir kanë qenë që kanë mësuar kohë gjatë nga sahabët. Do të thënë siç është Mujahidi, Qatada, e të tjerë, do të thënë shumë që kanë, do të thënë disa prej tabiinëve që e kanë marrë tefsirin, shpjegimin, kuptimin e secilit ajet nga sahabët. Prandaj edhe ata e transmetojnë direkt ose indirekt diturinë që e kanë marrë prej sahabëve. Këto metoda që i ka përmendur Ibn Taymija, do të thënë shpjegimi i Kuranit me Kuran, me Sunet, me shpjegimin e sahabëve dhe shpjegimin e tabiinëve. Ky është, nëse dikush e shpjegon një fjalë të Allahut me këto argumente, atëherë, do të thënë ka folur për librin e Allahut me dituri. Nëse nuk është i bazuar në këto, atëherë ka fol pa dituri. Por dietarët kanë shtuar edhe një mënyrë ose një metodë të pestën, që është shpjegimi në bazë të domethënies së saktë gjuhësore. Sepse Kurani ka zbritur në gjuhën arabe dhe
e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala, do të thonë se i ka sqaruar ajetet, edhe do të thonë jetë gjuhësore të fjalëve, gjithashtu janë bazë për ta shpjeguar pra fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Këta, do të thonë, kjo është për këtë, do të thonë, për ta dhënë shpjegimin bazë të kësaj, duhet njeriu të ketë dituri komplet për Kur'anin, do të thonë që ta shpjegoj një ajet Kur'anit, duhet ta di gjithë Kur'anin. Do të thonë që ta di se në çfarë kontekste është përmendur ajo dispozit ose ajo fjalë në vendet ndryshme të Kur'anit. Gjithashtu duhet të ketë njohje të gjerë për sunetin, për hadithin, edhe fjalët e tabiinëve kështu me radhë, dhe gjithashtu fjalët e sahabëve të tabiinëve, dhe gjithashtu të ketë njohuri të thellë në gjuhë, edhe për gramatikën, do të thonë edhe sintaks, edhe morfologji, edhe stilistikën e gjuhës arabe. Nëse i ka plotësuar këto kushte, atëherë ka të drejtë të flasë për kuptimet e librit të Allahut. Dhe kur flet, bazohet, do të thonë, i tregon këto argumente. Përndryshe, nëse flet nga mendja e tij, do të thonë, çka do të thotë pra hadithi, do të thonë që ai i cili flet jep një kuptim dhe asnjërin nga këto që u përmendet nuk e ka për bazë, po e ka mendimin e tij. Atëherë, ky shpjegim i Kuranit në bazë të mendimit të një personi është ky që ndalohet me këtë hadith dhe është në këtë kërcënim. Por a do me thonë kjo që zguxon askush pas tabiinëve nuk ka më shpjegues të Kuranit. Askush nuk guxon të shkruaj për librin e Allahut, mund vetëm të transmetoj. Nuk është ashtu, sepse ka dietar që kanë shkruar libra të tefsirit nga aspektet ndryshme, sepse kuptimet e fjalëve të Allahut janë të pafundme. Do të thonë japin dituri dhe dobi të shumta, të pafundme. Mirë po, secili shpjegim duhet bazohet në këto 5 baza që u përmenden. Do të thonë, dikush prej dietarëve merr edhe jep një tefsir fikhor, do të thonë në aspekt fikhut. Flet për shpjegimin e ajeteve për normat e shariatit, edhe i nxjerr nga ajetet, nga hadithet, nga fjalët e tabiinëve, sahabeve tabiinëve, edhe nga kuptimet gjuhësore, i nxjerr do të thonë normat e fikut. Dikush ka shkruar, do të thonë në histori për njohjen e historisë, gjithashtu do thotë shpjegime. Dikush për shembull sigur Imam Ibn al-Qayyim flet shumë për domethënjet shpirtërore të ajeteve, mirë po nuk del nga këto baza. Do të thonë që patjetër këto ajete i shpjegon do thotë në bazë të Kuranit, Sunetit, fjalëve të sahabeve, tabiinëve, në bazë të gjuhës, por një qasje tjetër, do të thonë një shpjegim më të thellë për shembull për disa aspekte të ajeteve. Prandaj dietarët vazhdimisht japin kontribute për shpjegimin e Kuranit, por duhet të jetë patjetër i bazuar në këto 5 baza. Përndryshe, kur i thuhet se dikush ka folur për Kuranin pa dituri, nëse flet për çështjet e ghaibit pa pasur argument, do të thonë çështjet e siç është besimi në emrat dhe cilësitë e Allahut, edhe për çështje tjera, do të thonë që janë ghaib, jeta e varrit, jeta e ahiretit, bota e melaikeve kështu me radhë, jep komentime nga vetja, pa pas argument të drejtë për drejtë. Këtij thuhet se ka folur për Kuranin pa dituri, ose nga mendja e vet, edhe hyn këtë kërcënim që të përgatitet për ulsen në zjarr. Gjithashtu është edhe komentimi disa, domethënë disa shkruesve modernist, të cilët mundohen për çdo teori të shkencës të japin komentim nga Kurani. Edhe kjo është, domethënë ky është gabim shumë i madh, prandaj hyn në këtë hadith që edhe nëse e qillojnë kanë gabuar. Sepse pastaj patjetër se do dalin gabim, domethënë edhe të dukshëm, sepse
teoritë shkencore të arritjeve njerëzore ndryshojnë. Domethënë ka një të vërtetë shkencore që është sot e paluhatshme, që para 20 vjetëve ose 50 vjetëve ka qenë totalisht e kundërta. Domethënë dhe e arritura e shkencës në atë kohë ka qenë, domethënë e kanë paraqitur si shkencë bindëse se nuk ka tjetër të vërtetë përveç kësaj. Pastaj më vonë kanë arritur dhe kanë pa të kundërtën. Prandaj përpjekja e disa njerëzve që veten e quajnë hoxhallar, që mundohen secilin ajet ta shpjegojnë me kuptimet e të arriturave shkencore, në thonjza, domethënë është prej këtij tefsiri që thuhet për librin e Allahut pa dituri, pa pasur bazë në diturinë e saktë. Gjithashtu edhe kur mundohen disa njerëz mundohen ta shpjegojnë me kuptimet gjuhësore, por jo të bazuara në shkencë, në diturinë e vërtetë të gjuhës. Domethënë nëse janë gabim gjithashtu në aspektin gjuhësor, po ashtu është pjesë e këtij, domethënë këtij fenomenit folurit për librin e Allahut pa dituri. Pastaj në hadithin tjetër, që titullin e ka Khuturatul Ifta'i bi ghayri ilm, domethënë rreziku i dhënies fetva pa dituri. Shikoni këto, domethënë temat e këtij libri, pasi u përmendën, pasi neve na ka marrë kohë gjatë që ta shpjegojmë, mirë po mundohuni ti rikujtoni të gjitha temat, ti përsëritni mësimet. Domethënë ka filluar është siç është titulli, domethënë bazat e imanit, nga besimi në Allahun, edhe argumentet për mënyrën e besimit në Allahun subhanahu wa taala, pastaj shtyllat tjera të imanit, që janë bazat e imanit. Pastaj ka folur për rëndësinë e ndjekjes Kuranit dhe Sunetit, rëndësinë e diturisë dhe tani këtu flitet për rrezikun e të folurit për fe pa pas dituri. Edhe këto patjetër se janë të ndërlidhura, sepse këto ndikojnë te bazat e imanit. Domethënë kur flitet për fe pa dituri, patjetër se i luhat bazat e imanit, sepse Allahu subhanahu wa taala e ka renditur të folurit pa dituri si punë që është më e rrezikshme se shirku. Domethënë në ajetin ku i ka përmendur punët e ndaluara, domethënë fillon nga më e lehta, duke vazhduar me më të rënda deri te shirku, dhe pas shirkut e përmend të thoni diçka për Allahun, diçka që nuk e dini. Pra ka thënë Allahu, "Qul innama harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan." Domethënë thuaj, Zoti im me të vërtetë i ka ndaluar punët e pahishme, ato që janë dukshme dhe të fshehta. Wal ithme, domethënë dhe gjithashtu mëkatet, domethënë shkelja e haramit. Wal baghya bi ghayri al-haq, dhe sulmin ndaj dikujt padrejtësisht. Domethënë, pra e shihni se përshkallëzohet deri më e keqja. Wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dhe gjithashtu t'i bëni shirk Allahut, t'i shoqëroni në adhurim dikën që për cilin Allahu nuk ka sjell asnjë argument, domethënë kjo është edhe më e keqe, dhe wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, edhe të thoni për Allahun diçka që nuk dini. Do thotë kjo tregon se kur flitet për fenë e Allahut, për urdhrat e Allahut dhe për besimin në Allahun, kur flitet pa dituri, thotë i sjell gjitha këto të mëparshmet. E sjell edhe shirkun dhe devimet e lloj-llojshme, i sjell mëkatet, e sjell do thotë përzierjen e halalit dhe haramit. Domethënë kur shkruan ai që ka shkruar libër Halali dhe Harami, që disa prej dietarëve kanë thujt halali dhe halali. Aty domethënë gjitha i ka bërë halal pa dituri. Domethënë kjo kur flitet për Allahun dhe për fenë e Allahut pa dituri, pa dyshim se i sjell, domethënë edhe shkeljen e mëkateve, shkeljen e kufive, pa drejtësinë dhe gjithashtu lloje të ndryshme të veprave të turpshme, të pahishme, dhe gjithashtu e ka sjell shirkun. Pikrisht kjo që disa njerëz flasin jo në bazë të argumenteve dhe e kanë përhapur shirkun në mesin e muslimanëve. Prandaj pra në këtë hadithin tjetër thot wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Pra nga Abu Huraira radhiyallahu anhu transmetohet se ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, men uftiya bighayri ilmin kana ithmuhu ala man aftah. Ndën kujt i jepet fetva pa dituri, kujt i jepet përgjigje pa dituri, mëkati i tij është mbi atë që e ka dhënë përgjigjen. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خان. Dhe kush e këshillon ose e orienton vllajën e vet në një çështje, duke e ditur se e vërteta ose udhëzimi dhe e mira është dikun tjetër, ai e ka tradhtuar. Do të thënë e ka tradhtuar vllajën e vet. Këtë e transmeton Abu Davudi. Do thotë ai njeri të cilit i jepet përgjigje pa dituri. Çka do të thonë kjo? Do thotë që njeriu duhet të pyes ata që kanë dituri dhe mos e pyes secilin. Dhe kjo është njëherë përgjegjësia e pyetësit. Duhet ta mësoj kë duhet ta pyes. Mirë po nëse e pyet dikën të cilit i beson, edhe e ka vërtetuar se ai është njeri i diturisë, dhe ai i jep përgjigje, do të thënë pa dije, pa argument, ja jep përgjigjen si ja merr mendja atij, dhe ky pyet si bie në mëkat, atëherë mëkatin, barrën e mëkatit e ka ai që ja ka dhënë përgjigjen. Pra është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra se Allahu subhanahu wa taala ka thënë fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Do të thënë pyetni ata që dinë nëse ju nuk dini. Nuk ka thënë pa pyetni dikant, pyetni këdo për njerëzve, por pyetni me të vërtet dietarët për të cilët Allahu ka dhënë tezkiye të shumta, ka thënë me të vërtet prej robërve të tij, Allahut, i friksohen vetëm të diturit, vetëm dietarët. Pra dietari i cili i ka përfshi këto llojet e diturive që i përmendëm më herët, dhe ka takwa, i friksohet Allahut dhe ruhet prej haramit, ka sinqeritet në mësimin e diturisë, praktikimin e diturisë dhe përhapjen e diturisë, atëherë, do të thënë ai është dietari që duhet pyetet, përndryshe nëse e pyet njeriu këdo, pa u verifiku, ka mëkat për pyetjen që e bën. Pastaj, nëse i jep dikush përgjigje pa dituri, gjithashtu ai e merr mëkatin e pyetësit. Nëse me të vërtet pyetësi nuk ka qenë neglizhent, por është interesuar dhe ka pyetur dikën që duhet të di ose ta orientojë të dikush që di. Dhe ai është përgjigjur pa dituri, atëherë, domethënë e ka barrën ai që është përgjigjur. Siç është hadithi që tregon për njeriu që ka vrarë 99 veta. Ka vrarë, pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë një njeri ka vrarë 99 veta dhe pastaj ka vendosur të pendohet dhe ka pyetur për njeriu më të ditur në atë vend. Dhe do të thonë është interesu. Pra nuk ka qenë neglizhent. Ka thonë kush është më i ditur i këtu që ta pyes, edhe kanë thonë filani. E kanë orientuar te një ibadetxhi, i cili nuk ka qenë dietar, po ka qenë njeri që bën ibadet, adhurime, edhe kanë menduar se ai di. Edhe i ka thonë, domethënë e ka pyetur, ka thënë kam vrarë 99 veta, a mund të pendohem? Ka thënë nuk mund të pendohesh ti, nuk ka pendim për ty. Atëherë ka vrarë dhat, i ka bën 100. Pastaj përsëri ka pyetur për njeriu më të ditur. Edhe kanë orientuar te një njeri i ditur. Edhe ai ka thonë, kush ka mundësi të pengoj ty, të bëhet pengesë, domethënë mes teje dhe Allahut, që të pendohesh. Pra, padyshim se mund të pendohesh, mirë po ka thënë vendi, toka ku je duke jetu, aty janë njerëz të këqij. Prandaj shko te filan vendi dhe bën ibadet bashkë me ata, dhe deri në fund të hadithit. Domethënë kjo është prandaj përgjigjja pa dituri është mëkati i saj, e merr ai i cili është përgjigjur. Dhe shembulli kemi dietarët e mëhershëm edhe deri në kohën tonë. Domethënë është e njohur si Imam Malikun, e kanë pyetur për 40 pyetje. Domethënë kanë ardhur prej një udhëtimi të largët, edhe domethënë njerëz që banorët e atij vendi i kanë dërguar ata, domethënë
kanë thonë shkoni pyet në Imam Malikun në Medinë. Edhe kanë ardhur, kanë udhëtu, e kanë takuar në Medinë, e kanë pyetur për 40 çështje. Prej atyre është përgjigjur vetëm 4. Vetëm 4 pyetje është përgjigjur, edhe kanë thonë ata si ka mundësi Imam Malik për 36, domethënë ka thonë nuk e di. Vazhdimisht ka thonë nuk e di. Edhe kanë thonë ata si ka mundësi Imam Maliku, domethënë mos e di. Edhe i kanë thonë si ti themi në njerëzve kur të kthehemi, u ka thonë thoni Imam Maliku ka thonë nuk e di. Domethënë kjo është përgjigje. Edhe dietarët e çdo kohë edhe kohës son në vërtet Allahu i ruajt ata që janë gjallë dhe i mëshiroft ata që kanë vdekur, janë që vazhdojnë këtë rrugë, këtë sunet, të cilin domethënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është pyetur për pyetje, ka thënë nuk e di. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në disa raste i kanë bërë pyetje dhe ka thënë nuk e di, dhe derisa i ka ardhur shpallja. Kur ka ardhur shpallja, atëherë është përgjigjur. Domethënë edhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka pyetur dikën që është më i ditur. Edhe ka marrë dituri nga ai që është më i ditur, nga domethënë edhe pastaj është përgjigjur, pasi e ka pas diturinë. Dhe jo domethënë më një herë, pra për këtë shkak duhet domethënë të ndiqet kjo rrugë. Kur e di sakt një çështje, përgjigjesh. Nëse nuk e di, duhet ta kesh parasysh se kanë thënë dietarët selefit, kur të pyetesh për një çështje të fesë, duhet ta mendosh veten përpara xhenetit dhe xhehenemit. Edhe ta dish që përgjigjja ka cila anë do të çojë ty. Domethënë mendoj veten se ke qëndruar para xhenetit dhe xhehenemit dhe varet se domethënë përfundimi yt varet nga kjo përgjigje. Atëherë, nëse je i sigurt se kjo përgjigje do të çojë në xhenet dhe të shpëton nga xhehenemi, përgjigju. Përndryshe, cilat çon në xhenet, thuash nuk e di. Edhe si është, kam thënë gjithashtu disa prej dietarëve, Sufjan ibn Uyeyne rahimahullah ka thënë, nëse dietari e le e braktis fjalën nuk e di, ai domethënë është goditur me goditje vdekje prurse. Do thotë kjo është shkatrim për dietarin nëse nuk di të thotë nuk e di. Kështu po ashtu sahabët, domethënë e kemi këtë shembull të mrekullueshëm të sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që në raste të shumta kanë thënë nuk e di dhe kanë thënë tabin, dikush prej tabinëve ka përmendur, nuk më kujtohet cili ka thënë se kam parë këtë xhami, do të thënë xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kam parë 60 prej sahabeve, ose sa ka thonë, do të thënë një numër të madh, secili prej tyre kur është pyetur, është mundu t'ia lërë përgjigjen dikujt tjetër. Do të thënë secili ka dashur që mos përgjigjet ai, po të përgjigjet tjetri, që kanë menduar se është më kompetent, pra që ta largojnë përgjegjësinë prej vetvetes. Kështu kanë qenë selefët të parët tanë, Allahu i mëshiroft, edhe kështu është obligim që të bëhemi ne. Dhe jo siç e shohim në kohën tonë edhe në mesin tonë. Pra duhet njerë ta kritikojmë veten tonë, e shohim në mesin tonë që vëllezërit garojnë kush përgjigjet i pari, kurse sahabët kanë garuar që kush do të jetë i fundi për të dhënë përgjigje në fenë e Allahut. Dhe pjesa tjetër e hadithit ka thënë wa man ashara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna ar-rushda fi ghayrihi faqad khana. Do të thënë deri këtu u fol për dikën që jep përgjigje pa e ditur sakt. Por nëse njeriu e di se si është e vërteta dhe e pyet vllai vet dhe ai orienton në të kundërtën e asaj që e di, atëherë mirë për të, do të thënë ky është tradhtari dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra ai i cili na tradhton nuk është prej nesh, dhe po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kur i lihet dikujt një përgjegjësi ose një amanet dhe ai e tradhton këtë,
në ditën e gjykimit vendoset flamur i tradhtisë tek ai. Edhe shkruhet, kjo është tradhtia e filanit. Domethënë është i nënçmuar përpara njerëzve, që domethënë se gjithashtu e ka dënimin nënçmues. Pra kur njeriu e di të vërtetën, është i obliguar ta thotë atë dhe mos e mbuloj atë për shkak asnjë gjëje, domethënë në dynjë. Domethënë nuk ka asnjë arsye që ta ndryshoj. Pastaj në transmetimin e radhës thot autori rahimahullah wa an Muawiya radhiyallahu anhu. Do thot transmetohet nga Muawiya radhiyallahu anhu se ka thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot naha anil ughlutat. Do të thonë ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë fjalë që e sqarojmë në arabisht, fjala ughluta. Do të thonë futje në gabime. E ka ndaluar këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë do thotë kjo? Ka komentime ndryshme të dietarëve që e përforcojnë njëri tjetrin. Do të thonë kanë thënë se është pyetjet e shumta. Pra teprimi në pyetje për çështje që nuk janë thelbësore. Do thënë ka njerëz që vetëm duan të pyesin më shumë, edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam innama uhlika alladhina min qablikum innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim. Do thënë popujt para jush i kanë shkatruar pyetjet e shumta. Do thënë që shumë kanë pyetur, siç e dini rastin e njohur me urdhrin që i ka ardhur Musait a.s. që të theri një lopë, kanë pyetur ata populli Musait, çfarë lope, po çfarë ngjyre, po si është ajo lopë, domethënë, atëherë këto pyetjet e shumta u kanë vështirësuar gjendjen. Edhe për shkak të pyetjeve të shumta, do thotë disa prej tyre janë shkatruar, që domethënë kanë devijuar. Për shkak të pyetjeve të shumta kanë devijuar, janë larguar prej fesë Allahut. Wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dhe gjithashtu për shkak se i kanë kundërshtuar pejgamberët e tyre. Kështu që njeriu duhet pyes për çështjet për cilat ka nevojë. Pra duhet pyes për besimin e tij, për akiden, domethënë, duhet pyes për mënyrën e përforcimit të këtij besimi, që të ketë vend të fuqishëm në zemrën e tij dhe të ndikojë në trupin dhe veprat e tij. Dhe të pyes për halalin dhe haramin, për rregullat e adhurimit. Domethënë këto janë pyetjet që i duhen njeriu. Edhe për ta mbrojtur akiden, në fillim gjithashtu duhet pyes ku të merret dituria. Pra kjo është çështje themelore, ti di njerëz e sunetit dhe ti di njerëz të bidatit. Domethënë ta di kush është ai që ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe menhexhin e selefëve, menhexhin selefi, dhe ka dituri të vërtetë, ka mësuar te njerëz të dijes, dhe cili është ai i cili nuk ka dituri, ose ai që nuk e ndjek sunetin, rrugën selefie, do të thonë duhet t'i di, si ai që ka vrarë 99 veta ka pyetur, do të thonë për njeri të ditur. Edhe kur i kanë tregu gabimisht, do të thonë ka rënë në gabim. Kur i kanë tregu për dietarin e vërtet, atëherë e ka gjetë rrugën e shpëtimit. Edhe për këtë shkak, njeriu duhet të pyes për këtë, për njerëz, kush janë njerëz të sunetit dhe kush të bidatit, dhe të pyes për çështjen e akides, pastaj, do të thonë kur ta gjej njeriu e besueshëm, do të thonë ta pyes për çështjet e akides, për çështjet e halalit haramit, për çështjet e adhurimeve, rregullat e adhurimeve, dhe t'i mësoj, këto janë ato që i nevojiten. Kurse pyetjet shumta që nuk i hynë në punë, nuk janë në fushën e kuptimit të tij, as në fushën e veprimit të tij, ose pyetje që nuk duhen asnjëherë. Do thënë disa pyetje që ndoshta i keni dëgjuar që nuk kanë asnjë farë dobije dhe asnjë nevojë, atëherë për ato kjo hyn në këtë ndalesë që ka thënë Muawiya radhiyallahu anhu, do të thënë ka ndaluar prej futjes në gabime. Pastaj prej këtyre gabimeve është, kanë thënë disa prej dietarëve, ka disa njerëz që e bëjnë pyetjen që ta fusin në gabim dietarin. Do të thënë, ose si thonë dena ta zënë ngusht dietarin. Pra i bën pyetje
që nuk do të mund të përgjigjet, ose është e mundshme që të gaboj të rësqase në atë përgjigje. Kjo është, thot, prej edukatës më të keqe. Më thënë që njerëz kanë qëllim si thonë, t'u lidhin këmbët dietarëve. Ajo nuk është qëllim i duhur. Kjo është, më thënë, ose kjo është forma që ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra nëse, si thot Sheikh Fauzani rahimahullah, hafidhahullahu wa rahimahu, thot ka disa njerëz, se pa marrë parasysh çfarë shkallët diturisë ka njeriu. Pa tjetër se njeriu ka shumë gjëra që nuk i di, nuk është i gjithdijshëm. Më thënë është dietar shumë i madh, mirë po ka diçka që nuk e di. Dhe e befason me një pyetje që mund të mos e di, ose do të thotë nuk e di, ose do të thotë nuk e di, ose do të japë ndonjë përgjigje dhe do të bjerë në gabim, edhe atëherë do të thotë, e dini se te disa njerëz, për shembull, i bën pyetje në ndonjë rreth të fitnosur, që kanë ndonjë lloj të fitness. Edhe kur ai i pyeturi thotë nuk e di, atëherë ua përforcon atyre fitnen, edhe devijimin. Po nëse mundohet të japet ndonjë përgjigje, ngatrohet e kështu me radhë, do thotë kjo është prej kësaj forme, pra që ekziston. Ka ekzistuar edhe në kohë të vjetër, prandaj Muawiya radhiyallahu anhu e ka transmetuar këtë hadith, ka thënë ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga këto mënyra, domethënë, të futjes njeriut në gabime. Edhe atë që thamë më herët, pra nëse flet për çështje të gajbit, për shembull, për cilat nuk ka argument të drejtë për drejtë. Shikoni, është transmetuar nga Abu Bekri radhiyallahu anhu dhe gjithashtu është transmetuar nga Omeri radhiyallahu anhu, e njëjta, por transmetimi nga Abu Bekri në zinxhirin e transmetimit ka pak dobësi, kurse transmetimi nga Omeri radhiyallahu anhu është, do të thënë, transmetim sahih. I kanë thonë çka do të thotë pra në lidhje me ajetin wa fakihatan wa abba. Do të thënë fjala fakihe do thotë pemë, ose fruta. Dhe kanë thënë, çka do thotë eb, do të thënë kjo fjalë. Edhe ai ka thënë Omeri radhiyallahu anhu, kjo është prej teprimit në pyetje. Edhe ka thënë, cili qiell më mbulon dhe cila tokë më mban, nëse do të kisha thënë diçka për librin e Allahut që nuk e di. Do thotë, pra vetëm një fjalë, shpjegimin e një fjale e ka llogaritur, do të thonë, çështje shumë të madhe, që mos flitet diçka për fenë e Allahut pa pasur dituri të qartë për ta. Pastaj autori rahimahullah përmend për rëndësinë e mësimit të diturisë. Ka thënë, pra transmetohet nga Kathir ibn Qais se ka thënë, kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Dimashq. Thot, isha ulur në xhamin e Damaskut me Abu Dardan radhiyallahu anhu. Dhe erdhi një njeri, tha, o Abu Darda, kam ardhur nga Medinja, nga qyteti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për një hadith që më është thënë se ti e transmeton nga i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nuk kam ardhur për ndonjë nevojë tjetër. Shikoni, nga Medinja në Damask ka udhëtuar për një hadith, ta dëgjoj nga Abu Darda radhiyallahu anhu. Atëherë ka thënë Abu Darda radhiyallahu anhu, e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë, men salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salaka Allahu bihi tariqan ila al-janna. Do të thënë, kush merr një rrugë në të cilën do të kërkoj dituri, Allahu atij ja hap rrugën për në xhennet. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talib al-ilm. Dhe melaiket i ulin krahët, do të thënë, nga kënaqësia që e kanë për nxënësin e dijes ose kërkuesin e dijes.
wa inna al-alima la yastaghfiru lahu man fi s-samawati wa man fi al-ardi, dhe për dietarin kërkojnë falje, bëjnë istighfar, do të thonë të gjithë ata që janë në qiell dhe në tokë, wal hitanu fi jawfi al-ma, dhe peshqit brenda në ujë. Wa inna fadl al-alimi ala al-abidi ka fadl al-qamari laylat al-badri ala sa'ir al-kawakib, dhe vlera e dietarit në krahasim me ibadetxhit, ata që bëjnë adhurime, më thënë është si dallimi mes hënës kur është e plot dhe yjet ose planetet tjera. Wa inna al-ulama'a warathatul anbiya, dhe dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Wa inna al-anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, dhe dietarët nuk kanë lënë pejgamberët nuk kanë lënë në trashëgim dinar ose dirham, wa innama warrathu al-ilm, por e kanë lënë në trashëgim diturinë. Faman akhadhahu akhadha bi hadhin wafir, dhe kush e merr diturinë, do të thonë ka marr hisën e plot. Ky hadith është hadith i njohur dhe keni dëgjuar disa herë kanë shpjeguar hoxhallar vëllezërit tan, Allahu u shpërbleft me të mira, ndoshta e kemi përmendur edhe ne gjithashtu. Por s'ka problem të përkujtojmë disa aspekte. Aspekti i parë, kujdesi i selefëve për nxënien e diturisë. Do të thënë mjafton vetëm pjesa e parë që ka thënë ky njeri, thotë erdha nga Medinja, vetëm për këtë hadith. Vetëm për një hadith ta pyes Abu Dardan. Nuk ka ardhur për ndonjë se ka pas punë në Damask, edhe i ka rënë rruga, edhe ta shkoj ta vizitoj këtë dietar, siç bëjmë shumica prej nesh, domethënë këtë kohë, kur bie udha, domethënë për të pyetur dietar. Por kjo, domethënë ky udhtim është i veçantë vetëm për ta takuar dietar sahabiun, domethënë këtë rast, për ta pyetur për një hadith. Duke marrë parasysh se në atë kohë, do të thënë si ka qenë udhtimi, ka qenë kam ose me deve. Edhe dikun nëse ecet në kam, si kanë ecë në ato kohra, jo me këto rrugët, do të thënë autostradat e kështu me radhë, rrugët asfaltuara, por rrugë në për shkretira, në për male, në për lugina, që është varësisht çfarë rrugë zgjidhet, do të thënë nga 1300 deri në 1500 kilometra. Edhe këto 1500 kilometra të udhtohen në kamp, do të duhet një muaj e gjysmë, ose me deve gjithashtu, një muaj e gjysmë ose një muaj e një javë. Dhe vetëm qëndrosh në deve, në shpinën e deves një muaj e gjysmë, do të thënë mund ta imagjinojmë se çfarë përpjekje për pyetje për një hadith, për të pyetur për një hadith. Në si është tani gjendja jonë me këto mjetet lehtësuara, me rrugë të asfaltuara, të ndriçuara, të pastruara, me makina, me kondicioner, edhe të shpejta dhe të rehatshme, edhe përsëri, do të thënë kemi përtesë për t'i bërë 1 orë, 2 orë, do të thënë për të nxënë dituri. Prandaj kjo dituri në këtë mënyrë na ka arritur ne, me sakrificën e selefëve, të parëve tanë të devotshëm, Allahu i mëshiroft, për ndryshe, do të thënë nëse kishin qenë si gjendja jonë, nuk do të ishte ruajtur kjo dituri në këtë mënyrë. Prandaj Allahu ka thënë: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Do të thënë ne kemi shpallur Kur'anin dhe ne e mbrojmë atë. Dhe për mbrojtjes Allahut është që i ka sjell këta njerëz. Si ka thënë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, do të thënë Allahu e ka zgjedhur zemrën më të mirë dhe e ka përzgjedhur atë që tjetë pejgamberi i fundit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka shikuar zemrat e njerëzve dhe i ka zgjedhur zemrat më të mira që të jenë shoqërues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: khairun nasi qarni, do të thënë njerëzit më të mirë janë gjenerata ime, të cilët jam i dërguar unë. Pastaj pas tyre në mirësi vinë ata që do të vinë pas tyre, do të thënë tabinët. Pastaj vinë ata që janë pas tyre. Dhe këta njerëz, do të thënë me këtë sakrificë kanë udhëtuar me mijëra kilometra. Ky është një rast, ka raste të tjera ku ka shku nga Medinja në Egjipt, tjetri ka shku nga Andaluzia deri në Bagdad. E kështu me radhë, do të thënë, tjetri e kemi përmendur, do thotë
30 vjet ka udhëtu në për vende të ndryshme për të grumbulluar dituri, për ta mësuar këtë dituri. Dhe kjo duhet të jetë përkujtim për ne, dhe sidomos kur ne pretendojmë se ndjekim rrugën e selefëve. Do thënë udhëtimi për nxënje diturisë është sunet i pejgamberëve dhe është sunet i selefëve, sahabëve, tabiinëve, etba'ut tabiin, dhe është sunet i dietarëve që e kanë ndjekur. Dhe për këtë asnjëherë njeriu nuk duhet ta nënçmojë diturinë, në radhë të parë, nuk bën asnjëherë thotë çka do të mësoj, do të thonë, shikoni për një fjalë, për një hadith, do të thonë, e ka bërë këtë udhtim. Edhe nuk duhet të thotë se e di ose mund ta dëgjoj edhe kështu edhe ashtu, por kjo sakrifica për ta mësuar diturinë e bën diturinë të bereqetshme, edhe e bën më të fuqishme. Edhe shpërblimet janë të shumta. Do thotë me lajket tregohen modest ndaj atij që udhton për të mësuar për ta mësuar fenë e Allahut. Edhe të gjitha kafshët edhe gjallësat tjera dhe krijesat tjera, do të thonë bëjnë istighfar. Pse bëjnë istighfar të gjithë për atë që e mëson hajrin? Sepse me përhapjen e diturisë përmirësohet gjendja e tokës, edhe për gjendja e ujit dhe gjendja e ajrit. Do të thonë kur përhapet dituria e saktë dhe praktikohet feja e Allahut ashtu si është zbritur, do të thonë zbret bereqeti edhe në pastërtinë dhe cilësinë e ajrit, edhe tokës, edhe ujit, edhe bind, edhe, do të thonë, prandaj për këtë shkak përfitojnë edhe kafshët. Edhe peshqit në ujë brenda në det ose në ujëra të tjera përfitojnë. Prandaj bëjnë istighfar, edhe e lutin Allahun për atë që u mëson njerëzve të mirën. Pra njeriu prandaj nuk duhet ta nënçmojë diturinë, por as nuk bën ta nënçmojë vetveten. Mos thotë se unë nuk jam ose më ka kalu mosha ose çfarë dobi e ka prej meje, sepse nuk dihet. Ndoshta ai dietari prej cilit mund të mësosh, ndoshta do të vdes nesër. Ndoshta nuk do të ketë njeri më të ditur në rajonin tënd se sa ti. Ose ka njerëz që i devijojnë muslimanët. Edhe ti me diturinë që e ke mbledhur do të bëhesh shkak për përmirësimin e vendit dhe përmirësimin e robërve. Pra si që ka bë Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, kur ka qenë i vogël, i ka shku njarit prej sahabëve, prej ensarve, edhe i ka thonë, hajde, do më thënë, ne të jepemi mësimit diturisë, edhe të pyesim sahabët, do më thënë, të marrim diturin nga sahabët. Ai ka thonë, o Abdullah ibn Abbas, a mendon se do të ketë nevojë dikush ty të pyese kur janë këta, do më thënë, shiko ata kodrat, kolosët e diturisë që ja kanë shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çfarë, pse lodhesh ti, do të thonë, ku janë këta? Mirë po, kanë kalu, koha kalon shumë shpejt. Kanë kalu vitet, ndoshta 20, 30, 40 vite kanë kalu. Edhe kanë vdekur ata të mëdhenj. Edhe kush është bërë referenca e umetit, është bërë Abdullah ibn Abbas. Kurse tjetri, do të thonë, është sahabi, nuk ka dyshim, sahabët janë në gradën më të lartë të vlerës, mirë po nuk dihet kush është ai. Për kë ka pas nevojë umeti? Ka pasur për Abdullah ibn Abbasin, radhiyallahu anhuma. Edhe ka thënë Abdullah ibn Abbas se pastaj janë paraqit fitne. Kanë vdekur këta të mëdhenj, kanë dalë lloj-lloj fitne. Edhe ka thënë Abdullah ibn Abbas, çdo bidat që shfaqet në lindje ose në perëndim, domethënë kurse lindja dhe perëndimi në atë kohë, domethënë ka arritur që lindja e umetit të jetë në Kinë edhe Indi, edhe perëndimi Andaluzi edhe Francë, domethënë Afrika perëndimore, është përhapur umeti. Edhe janë paraqitur njerëz devijum në lloj-lloj vendesh. Dhe kur ka thonë edhe nëse paraqitet kudo qoftë ndonjë bidat, ma sjellin mua në Medinë dhe unë e shkatroj atë me sunet për shkak të diturisë që ka mbledhur. Dhe prandaj, do të thonë, nuk dihet se kur do të paraqitet nevoja për ne. Ndoshta, pra kjo nuk është nxitje për kërkimin e pozitës ose për kthimin e fytyrave drejt nesh, por ndoshta do të ndodh që e shohim gjendjen e mjerueshme të vëllezërve dhe motrave muslimane
e shohim gjendjen e mjerueshme, edhe nuk kemi dituri ti drejtojmë. Por nëse kemi dituri, atëherë do të jemi faktori përmirësimit. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse Allahu udhëzon përmes teje një njeri, do të thonë është më mirë se sa devet e kuqe, ose më mirë se gjithë pasuria e botës. Për këtë shkak, do të thonë, duhet me të vërtet të përpiqemi, edhe asnjëherë nuk është vonë për të filluar. Nuk është vonë. Edhe gjithashtu nuk është herët. Do të thonë, është dashur të fillojmë më herët, por edhe sot nëse fillojmë, se ndoshta ka një fjalë, e kanë pyetur Imam Ahmedin ose tjetër prej selefëve, i kanë thonë edhe sa do të shkruash, edhe sa do të merresh me dituri, ka thonë ndoshta fjala me të cilën do të shpëtoj akoma s'kam arritur. Do të thonë atë fjalë që do të jetë shkak për të shpëtuar, nuk e kam shkruar akoma. Akoma nuk e kam mësuar dikujt një fjalë me të cilën për shkak të asaj do të shpëtoj. Si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndoshta njeriu thot një fjalë që është në kënaqësinë e Allahut, të cilës nuk i kushton shumë rëndësi, nuk e vlerëson se është shumë e rëndësishme. Mirë po, për shkak të asaj ngrihet në xhenet 70 vjet. 70 vjet do të thonë distancë për pjet. Edhe prandaj ndoshta njeriu të gjitha veprat edhe fjalë që i ka thonë, këtë nuk e dim, ndoshta të gjitha ato ka pas në një smundje, në një vetëpëlqim, ose syfatësi, ose do më thënë kërkimi famës, ose për të tregu se kemi dituri, se i thuhet ati, ti e ke kërku diturin që thuhet dietar, edhe është thonë. Ndoshta shumica prej këtyre është ashtu, por ndoshta do të vinë në një moment ku një fjalë do të bëhet shkak që tjetë, do më thënë, të vijë shpëtimi. Prandaj, njeriu duhet të përpiqet, të mësoj sa më shumë dituri, sepse nuk dihet edhe sa do të jetë mundësia për të mësuar. Këtë e kam përsëritur shumë herë, do të thënë, ne shohim si ndryshojnë gjendjet, edhe duhet të marrim mësim. Ndoshta nesër dikujt nuk i lejohet të flasë, ose nuk i lejohet, do të thënë, të jetë prezent në një vend, ndoshta dikush burgoset, dikush vritet, dikush vdes, do të thonë, i vjen në fundi i jetës, edhe do të ketë nevojë dikush ta bartë këtë dituri. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë dituri e bartin në secilën gjenerat njerëz të drejtë. Do të thonë ata më të mirët, më të drejtët, e marrin këtë dituri nga gjenerata paraprake, ju tregojnë të tjerëve, dhe në çfarë mënyre? Do më thënë, duke e mohuar, duke luftu këtë, do më thënë, komentimet e ignorantëve, shtrembrimet e ekstremistëve dhe ato fjalët e gënjeshtarëve. Do më thënë, këto duhet patjetër nga këto fenomene, do më thënë, të ruhet kjo fe, patjetër. Dhe nuk ka mundësi ndryshe përveç se me dituri. Do më thënë, e shohim kur na ndodh një e keqe, si kemi nevojë patjetër me një herë të kthehemi te dikush që di. Edhe fitne ndodhin të lloj-llojshme, edhe do të ndodhin, do të vazhdojnë fitnet, s'ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vazhdojnë si hasra që nuk ndalen, një pas një. Edhe çka është ajo që na shpëton? Na shpëton takvaja dhe mbështetja tek Allahu, pastaj dituria e saktë. Jo secili që e nxjerr kokën me ndonjë fitne nga fillimi. Do të thonë të angazhohemi 4-5 vjet me një fitnexhi. Pastaj shuhet ajo fitne. Del një tjetër. Pastaj prapë edhe 5 vjet, edhe 10 vjet, edhe në mbaron jeta, kemi mbetur vetëm me angazhime prej cilave nuk kemi përfituar shumë. Prandaj duhet të nxitojmë, të vrapojmë, ta mësojmë diturinë, edhe ato fitnet do të dalin, atëherë e kemi ilaçin dhe zgjidhjen paraprakisht, para se të vinë ato. Përndryshe, do më thënë hadithin e dini, ka thënë, pra dietarët janë trashëgimtarë të pejgamberëve, sepse edhe kjo është shenjë për këtë që e folëm, thotë, do më thënë se pejgamberi Allahut e ka dhënë këtë shenjë se do të vdes, edhe do të ketë nevojë për dituri. Duhet patjetër dietar të ketë, se pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka më pejgamber.
Te Benu Israil ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo herë kur ka vdekur një pejgamber, Allahu ka dërguar një tjetër. Edhe ata e kanë udhëhequr umetin e Benu Israilve. Mirë, po në këtë umet nuk ka më pejgamber. Dhe trashëgimtarët pejgamberëve janë dietarët. Edhe ata se thot pejgamberët nuk kanë lënë trashëgim dinar ose dirhem. Pra dinar nuk kanë lënë ardh dhe argjend që ta trashëgojnë njerëzit, siç ka thënë Abu Huraira radhiyallahu anhu, i ka pa njerëzit në treg, ka thonë sa të paaft jeni. Ka thonë pse o Abu Huraira? Ka thonë si, domethënë qëndroni këtu në treg, kurse në xhami shpërndahet trashëgimia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse ju rrini këtu. Edhe ata gjithë me vrap kanë shku, kur kanë hyrë nuk kanë pa, janë kthy, i kanë thonë t'ja talësh me ne o Abu Huraira. Thënë ne ishim në xhami, nuk pam që ndahet trashëgimia. Ai ka thonë çfarë pat? Ka thënë pam një grup aty duke mësu Kur'anin, një grup aty duke mësu për shembull tefsir, një grup tjetër duke mësu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë kjo është trashëgimia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë pejgamberët nuk kanë lënë ardh dhe argjend trashëgim, por e kanë lënë diturinë. Dhe kjo është pasuria dhe hisja më e madhe. A disa u ba sa ko, jo, kur fillum se nuk e si? Aha, mirë. Pastaj në hadithin e radhës, mirë, mjafton vetëm t'i lexojmë hadithet se kuptimi është ky që përmendëm. Thot wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu marfu'an. Do të thonë transmeton nga Abu Huraira marfu, do thotë se e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatu al-hikma dallatu al-mu'min, fa haythu wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Ka thënë pra fjala e urtësia, dituria, do të thonë, mençuria është ajo kërkesa e besimtarit, ose sikur gjëja e humbur, kur të humb një pasuri, pastaj vazhdon, do të thonë e kërkon njeriu me këmbgulje dhe me përpjekje. Edhe në momentin që e gjen, ajo është më meritor. Ndoshta e ka marrë dikush atë pasurinë tënde, edhe por atëherë kur ta gjesh, ti je më meritor për ta marrë. Edhe kështu është dituria, do thotë, është gjëja e humbur e besimtarit, që të cilën është duke e kërku, duke e lyp. Edhe në momentin e parë që e gjen, do të thonë me të shpejt duhet ta marrë dhe ta përvetësoj dhe mos jetë neglizhent, do të thonë, për diturinë. Nëse është hak, pa marrë parasysh prej kujt vjen. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pranuar fjalën e vërtetë edhe nga çifutët. Nuk e ka refuzuar. Kjo nuk do të thonë se njeriu duhet të shkojë të mësojë te njerëz të devijuar, por kur vjen e vërteta, edhe e verifikon se është e vërtet, atëherë duhet ta pranosh pa marrë parasysh kush e ka thënë. Pra nuk është gjë, dituria dhe e vërteta nuk është diçka që besimtari lejohet ta shpërfill, por është sikur ajo pasuria e humbur, që menjëherë sa e gjen e merr. Pastaj në hadithin tjetër ka thënë, mirë, inshallah këtë do ta lexojmë herën tjetër. Pra hadithin nga Aliu radhiyallahu anhu është se ka thënë innal faqiha man lam yuqannit an-nas min rahmatillah wa lam yurakhis lahum fi ma'asi Allah. Kush është faqih, do të thënë njeri i ditur dhe që ka kuptim të thellë, ai i cili nuk u humb shpresën njerëzve në mëshirën e Allahut dhe nuk u bën lehtësime në mëkate për t'i kundërshtuar urdhrat e Allahut. Walam yu'minhum min ibadatin la ilma fiha wala ilma la fahma fihi. Do të thonë gjithashtu nuk i largon njerëzit ose nuk i bën ndjen të sigurt që mos kenë nevojë për adhurim, për cilin ai nuk ka dituri dhe nuk ka dituri gjithashtu në cilën nuk ka kuptim. Wala qira'atin la tadabbura fiha, edhe nuk ka lexim të Kuranit në të cilin nuk ka meditim. Inshallah do të flasim për këtë hadith në takimin e radhës me lejen dhe me ndihmën e Allahut.
والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.